kemi lajmet të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian të Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë, u morë vendime që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot, kurse pjesa tjetër në fund janarit. Kjo grup ka qenë e zakonshme. Nuk ka dhe desë që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është mrejta kësa ishën bëshim dhe shumë, i diku në studiu, po të vërtetën duhet me e thonë. Faleminderit natyrisht edhe Edit dhe Shqipërisë për përkrajen. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë një punë shkëlqyeshme, na ka dhënë premtimin në vizitën e saj të fundit dhe sot tha që atë premtim që e kam dhënë në maj, rrjedhimisht edhe fundet do të shbllokohen një pjesë shumë e madhe me njëherë, kurse pjesa tjetër në fund të janarit, dhe është lajm i shkëlqyeshëm për gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët kërkojnë drejt për drejt nga këto fonde. Dhe shpresoj shumë që edhe në të ardhmen do kemi lajme edhe më të mira, sidomos sa i përket procesit të antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, por ky samit ka qenë vërtet i suksesshëm për ne, pra jo vetëm një pjesë, por vendimi është marrë për të gjitha masat, një pjesë në fushi tani, pjesa tjetër në fund të janarit, por më rëndësi është që vendimi është marrë dhe do të vazhdojmë të punojmë shumë afër me partnerët tanë në mënyrë që Kosova të ecë.